ka mbajtur kosto nga kjo qeveri. Ndërkohë që unë kam bërë burg për këtë qeveri, shumë të tjerë kanë bërë leje, kanë bërë koncesione, kanë bërë tendera, kanë bërë para. Shoqata e degës së Korçës e Gjuetis mblodhi 200 veta për të protestuar. Ndërkohë, Partia Demokratike sot nuk e kupton pse ka problem që mbledh 3 herë më pak se shoqata e Gjuetis para kryeministrisë, ndërkohë që gjithë populli opozitar, gjithë qytetarë shqiptar janë pa kënaqur nga qeveria e Edi Ramës. Ne, të nderuar miq, nuk mund mbledhim njerëz më pak se sa ka mbledh në 2021 shoqata e gjuetarëve të Korçës. Partia Demokratike ka minimalisht 500.000 mbështetës që e kanë votuar, po ndërkohë sot kanë shkuar mijëra tjerë që janë kundër qeverisë së Edi Ramës. Po si mundet të thuhet që nga problem për Partinë Demokratike, unë dhe ju që kemi mundur Edi Ramën, dhe jo këta që kanë qenë 2013 që i dërmon Edi Rama çdo palëzgjedhje. Dhe ne duhet t'i japim zgjidhjet. Dhe zgjidhjet në Shqipëri si kudo në botë kalojnë ose nëpërmjet shesheve dhe në fund në çdo rast nëpërmjet kutisë votimit, dhe në kutinë e votimit ne duhet frymëzojmë njerëzit, ne duhet bashkojmë njerëzit.